Si duket? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Nga qytetarët pa përgjegjshëm ke marrë dhe një çmim që shpresohet të jetë reduktuar tani me kalimin e kohës. Kam thënë herë tjera që ndjehemi mirë që kemi oficerë policie të tillë që kanë përkushtim, kanë patriotizëm, kanë kurajo, kanë profesionalizëm. Dhe për këtë arsye kam vendosur që në shenjë mirë njohje tu akordoj një medalje të ministrit brendshëm, duke ju thënë që përmes saj ju shpreh gjithë konsideratat, vlerësimin tim si ministri i brendshëm, por edhe ministrisë së brendshme dhe të gjithë policisë së shtetit për angazhimin tuaj dhe shpresoj që këtë angazhim ta vazhdoni më tej, duke treguar, duke i perfeksionuar vlerat që ju kanë karakterizuar dhe duke dhënë shërbim dhe kontribut për modernizimin e mëtejshëm të policisë tonë, për bashkët. Faleminderit. Ministri i brendshëm një inspektori në Nuka me medaljen e nderit për merita, shërbime të veçanta dhe profesionalizëm të lartë të treguar për sigurimin e rendit të qetësisë publike. Durat ju falenderoj gjithëve për mirënjohjen, edhe nëse kam një ëndër apo vazhdoj të kem, nuk është jem këtu të mbaj fjalime para jush, është të jem aty mes kolegëve të mi. Ju faleminderit.